Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në këtë ditë të dytë të marshit fitores Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Mesazhet që dham dje në sheshin Nën Tereza me pjesëmarrjen, entuziazmin, impaktin publik jehuan në të gjithë Shqipërinë, por ishin edhe shenja se jemi gati, se ju jeni gati, se Shqipëria është gati. Një përshëndetje për të gjithë ju, zonja dhe zotrinj, delegate dhe delegat të Kuvendit Kombëtar Elektoral të Partisë Demokratike, kandidat për deputet, krerë të Partisë Demokratike dhe të koalicionit. Përshëndetje ju, zoti Krislia Sivita, që aq bukur e simbolizuat fushatën e 11 majit me bufin e pik që hamin të gjirizeve të rilindjes. Përshëndetje për ju, kryetar dhe lider historik i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Të nderuar pjesëmarrës, tani ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Të shpallësh një program elektoral qeverisjeje është një akt serioz për një parti politike. Ne jemi ndryshe nga Edi Rama, që kujton se shqiptarët hanë dajre, timon, tepsi dhe kënetën. Ne jemi partia një programi të ofruar dhe premtimi të realizuar. Jemi ne që e siguruam lëvizjen e lirë. Një pjesë të këtij vizioni elektoral vjen për ta shpalosur sot për ne, zoti Belind Kolliçi. Rama ik! Ku janë demokratët? Rama ik! Nderuar delegat Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, nderuar zonja e zotrinj Trinja Treja, i dashur Kris që e ke luajtur mend kryeministrin Edi Rama, i nderuar lider historik dhe kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Fillimisht më lejoni t'i shpreh mirënjohjen time të pakufi
Qytetarëve të Tiranës, të cilët mbrëm e mbushën sheshin Nën Tereza në Festën e Demokratëve, e që sot vendosën të përçmonin tallavan e shërptorëve të krimit të organizuar. Faleminderit pafund qytetarisë tiranase, të rinjve të rejave të Tiranës, familjeve tradicionale, të gjithë atyre që janë njerëz të lirë. Po përse në fakt shqiptarët e neveritën tallavan e sotme? Sepse në këto 12 vite Edi Rama u premtoi shqiptarëve rende siguri. E në fakt ju dha Sajmir Tahirin, i cili e ktheu Shqipërinë në një parcel të madhe kanabisi. Ju dha Fatmir Xhafën, vëllain e trafikantit më të madh kokainës në vendet e Bashkimit Evropian. Ju dha Taulant Enkroçatin, i cili u dha pasaportën e artë të gjithë kriminalëve për të ndërruar Shqipërinë në narkoshtetin e parë të Europës. E në fund, duke u rikthyer ke babai i tij ideologjik, emroi nipin e Enver Hoxhës si ministër të brendshëm, garant të bandave dhe të krimit të organizuar. Përse u braktis tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve shëndetësinë falas, e në këmbim ju dha atyre Ilir Beqen, i cili me 2 koncesionet famkeqe të sterilizimit e të check-upit e la shëndetësinë në rrugëve pa krye e për t'i vënë kapak, ropi edhe fondet e Bashkimit Evropian. Stafetën e shëndetësisë rrugëve e morin pas Gerta Manasirliu, e cila i vrau shqiptarët përfundimisht, duke lënë fëmijët me leuqemi pa mjekime, nënat tona të cilat nuk diagnostifikohen dhe kurohen dot nga sëmundjet tumorale, e gjithë shqiptarët të lëngojnë me ilaçet skaduara. Pra shëndetësia falas u shndërrua në genocid, e spitalet në kampe përqendrimi. Përse u refuzua tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve legalizimet falas brenda vitit parë të mandatit, brenda 2014-s. E në këmbim ju dha atyre Blendi Klosin, i cili me task force-ën famkeqe të pronave grabiti të gjithë bregdetin shqiptar nga jugu në veri. Për të bërë çfarë? Për të bërë investitor strategjik Olta Xhaçkën e të gjithë grupet më të rrezikshme kriminale në vend, duke e kthyer kështu turizmin në lavatriçen më të madhe të pastrimit parave në vend. Ju dha uluzi 184, i cili zgjedhet i shndrojnë panajirin ku demonstronin aftësitë për përmbledhje votash krimi organizuar. Përse u përbuz tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve investime në infrastrukturë dhe energji. E në këmbim u dha Tërmet Gjiknurin, shërptorin e verbër të Megonigalit dhe të Mirel Mërtirit, si dhe Lubi Ballukun, e cila pasi gëlltit 24 milion euro për kilometër, i turret e babzitur tokave të fermerëve për të gostitur të pangopurit e 5B-s me parqe fotovoltaike. Ndërsa për dëfrim mban Tigri 1 dhe Tigrin 3 në kafazin lundrues që vlen 100 milion euro. Përse u tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve ujë të pishëm 24 orë. E në këmbim ju dha atyre Erion Qeliajn, Biftek Nusret Maznikun dhe grupin e strukturuar kriminal 5D, të cilët jo vetëm mbushën rubinetat me ujë toksik, por betonizuan çdo cep Tiranës, shembën teatrin kombëtar, e për t'i vënë kapak dhe vulën gjithçkaje, helmuan Tiranën me plera për të vjedhur qindra milion euro me inceneratorin Fantazm dhe me grupin e tyre kriminal dhe kompaninë e 5 drejtorëve. Të dashur miq, besoj se e kuptoni tani se pse u mbush dje sheshin Nën Tereza si asnjëherë më parë, sepse Partia Demokratike në fakt nuk është vetëm një forcë opozitare, denoncuese e qëndrestare. Partia Demokratike është alternativa qeverise e besueshme dhe konkrete për shqiptarët. Alternativa që ka dëshmuar në historinë e saj se mund të çojë vendin në zenitin e rritjes ekonomike e zhvillimit politiko-shoqëror. Për cilin do që shfaq skepticizëm mbi programin ton, ne ju themi se parat janë tashmë këtu. Energjit janë këtu në këcalën gjithë Shqipërinë, pasurit dhe burimet natyrore janë këtu, njerëzit e mrekullueshëm, punëtorë kreativ janë po ashtu në këtë vend, janë në Shqipëri. Ajo që mungon është vullneti për të ngritur këtë vend në piedestalin që meriton. Dëshira për të qeverisur në mënyrë demokratike dhe jo për të sunduar me despotizëm e plaçkitje. Pas një dyshim që ndërhyrja e parë, emergjente dhe drejt për drejt e Partisë Demokratike është paketa e emergjencës. Nuk mund të flasim për rritje ekonomike dhe turizëm ndërkohë që pensionistët, familjet e reja, të rinjt jetojnë në kufirin e varfërisë e pabrazia sociale është e tejskajshme. Masa e parë do të jetë miratimi i minimumit i jetik prej 200 eurosh,
i cili garanton çdo pension, pleqërie, invaliditeti apo ndihmë ekonomike, respekton dinjitetin njerëzor. Paga minimale 500 euro, siguron çdo tri apo punëtor në punët më të vështira se mund dhe duhet ketë një shpërblim të denjë për dinjitetin e vet. Paga mesatare 1200 euro. I jep profesionistit në sektorin publik apo privat statusin që meriton dhe shanset reale për të mundësuar banim dhe mirëqenie për familjen e tij. Çmimi i energjisë në 7 lek për kilovat orë u mundson qytetarëve të vendit me burime të mëdha hidrike që të paguajnë një çmim të drejtë përkundër zhvatjes qeveritare të deritanishme. Partia Demokratike angazhohet të rimëkëm sistemin shëndetësor me dyfishim të buxhetit për shëndetësinë, sepse asnjë sistem shëndetësor serioz nuk mund të ngrihet mbi keq financim dhe mungesë të bazës materiale elementare. Krijimin e një modeli të ri sigurime shëndetësore që ofron më shumë mundësi dhe konkurrencë për pacientët, zgjerim në listës barnave të rimbursuara dhe garantimi i cilësisë së tyre duke u dhënë fund ferrit ilaçeve skadente e çmimeve të papërballueshme nga shtresat më të brishta ekonomike. Programi për rinin synon që të jap fund dramës familjare dhe shoqërore të shpopullimit. Çdo prind shqiptar meriton t'i ketë afër bit e bijat e veta. Kjo është arsyeja që edhe unë, si një i ri, edhe pse kisha mundësinë studioja jashtë, studioja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosa të kthehem për t'i qëndruar pranë familjes sime, prindëve të mi. Çdo prind shqiptar meriton që fëmijët e vet t'i ketë në shtëpinë e tij apo të saj. Dyfishimi i buxhetit për arsimin, çdo teori zhvillimi apo ngritje sociale vendos theksin tek arsimi si faktor kyç, e nuk mund të ketë arsim modern pa një model serioz të financimit në nivelin e pagave, në shpërblim të kërkimit shkencor e në investime në pajisje dhe infrastrukturë arsimore. Një çati për çdo çift. Saga e familjeve të reja për strehim duhet marrë fund. Shteti duhet marrë përgjegjësinë të financojë 20% kredive e 30.000 euro kredi pa interes për çdo çift të ri në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht, të dashur miq, këto masa janë vetëm fillimi. Shqipëria ka nevojë për reforma të thella në administratë, infrastrukturë dhe mirë menaxhim të buxhetit. Por, të dashur miq, ne tashmë kemi vendosur ta heqim qafet keqen e madhe që i ka rënë Shqipërisë, i ka rënë këtij vendi dhe që quhet Edi Rama. Një fjalë kam për gjithë ju, miq në këtë sallë dhe ata që po na ndjekin përmes ekranit. Askush nuk besoi 2 vite më parë kur nisëm rrugtimin për çmontimin e grupit strukturuar kriminal në Bashkinë Tiranë të drejtuar nga Erion Veliaj. Shumë kush qeshi, shumë kush sa tërhiqu, shumë kush ishte cinik e mosbesues, të tjerë madje patën kurajon edhe të na kërcënojnë. Por ja ku jemi sot këtu para shqiptarëve, ja ku jam dhe unë sot para jush, pas 2 vitesh me një zotim të Partisë Demokratike të mbajtur. Sot ju premtojmë se ashtu si çmontuam kështjellën e Rërës në Bashkinë e Tiranës, e cila zuri nën vete tigrin prej letre që quhet Erion Veliaj, në drejtimin e Sali Berishës, kryetarit Partisë Demokratike, me këtë program qeverisës shkëlqyer, me votën tuaj, me besimin Zot e familje, ne do të shembim përfundimisht instalacionin pa leje në kryeministri që quhet Edi Rama. Ndaj le ta bëjmë natën ditë në këto 29 ditë që na kanë mbetur. Trokasim në çdo portë shqiptarëve, të shtrëngojmë çdo dorë, çojmë çdo shqiptar në sy, t'i japim dorën çdo kujt, sepse një ditë e re do të lind 12 maj, do të lind dita për gjithë shqiptarët dhe Shqipërinë, për 33-a. Ndaj le të bëhemi bashkë e ta kthejmë në festë të gjithë të 30 ditë që kanë mbetur. Përpara me Partinë Demokratike, përpara me Sali Berishën, përpara me shqiptarët e lirë. Fitore, fitore, fitore! Entuziazëm i papar. Reniz Gjoka njihet si rokeri i opozitës. Këngët e tij janë bërë tashmë pjesë e fibrës së rezistencës opozitare këto 4 vitet e fundit. Kur Partia Demokratike bën aktivitete, njerëzit pyesin, a do të jetë Renisi? Po, Renisi do të jetë, zonja dhe zotrinj, Reniz Gjoka.
I lutem një dorë tërkitje. Them sa e mbrojtur ka qënë kjo bot Dhe për pak akoma të shbesova Se ta heronj akoma eksistojnë Po kur shpres në botën time reale Stomaku më përsi dhe jam gati të vjell Ti nxjerr nga trupi dhe me forcë ti hell Të gjithë hipokrit edhe Po tani do flas Me ne jeton çdo ditë Ka shumë hipokrit Do flas Po tani do flas Sa shumë hipokrit Po shtohem çdo të gjithë sigurisht Shabime bëjmë shumic Por si mund të pranoj njerëz hipokrit Që të qeshin në sy e t'na fusin çdo ditë Do isha I lumtur botën ta kisha në dorë Vetëm për një natë, vetëm për një qatë Po të shduke hipokritët e servilet të të Kanë frikë se në fund do të mbeteshin shumë pak Po flas Po tani do flas Me ne jeton çdo ditë Ka shumë hipokrit Do flas Po tani do flas Sa shumë hipokrit Po shtohem çdo Ale czuła goza to na chill Po tani do flas Do flas Po tani do flas Do flas Po tani do flas Me ne jeton çdo ditë Ka shumë hipokrit Do flas Po tani do flas Sa shumë hipokrit Po shtohem çdo ditë Do flas Po tani do flas Sa shumë hipokrit Po shtohem çdo ditë Faleminderit Programi I Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore nuk është vetëm vizioni I liderit koalicionit Dr. Sali Berishës, por është edhe vizioni dhe puna e ekspertëve në edhe pranë Partisë Demokratike. Prandaj Nikola Kedhi është një prej të angazhuarve me këtë program dhe tani jap fjalën Nikola Kedhit. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar delegatë dhe delegat, të nderuar të ftuar, I nderuar zoti Chris Lasivita, strateg dhe bashkëdrejtues I fushatës historike të presidentit Trump,
Mirë se erdhët në Shqipëri në lëvizjen patriotike më të madhe që ka parë ndonjëherë Shqipëria, të drejtuar nga Partia Demokratike. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, lider historik i të djathtës dhe kryeministër i ardhshëm i vendit, zoti Sali Berisha, sot jemi një ditë pas hapjes madhështore të fushatës sonë zgjedhore. Sot e gjithë Shqipëria flet për atë që pa dije në shesh. Njerëz të lirë, patriot, qëndrestar, që sollën një energji shprese dhe fitore. Pas një qëndrese heroike shumë vjeçare në mbrojtje të atyre vlerave, simboleve, ideve që ne të gjithë besojmë. Ne treguam se jemi ata që kanë forcën dhe kurajën e jashtëzakonshme që kur ky vend humbet rrugën, t'i dalim në krah. E vërteta është e thjeshtë. Shqipëria është sot në një krizë të thellë. Nuk është vetëm një krizë politike ose ekonomike. Është një krizë morale, është një krizë kulturore, është një krizë demografike. Dhe përgjegjësia për këtë është e qartë. Një klik anti-shqiptare që ka qeverisur vetëm për vete dhe ka sunduar nëpërmjet frikës, gënjeshtrës dhe pazareve. Kjo nuk është thjesht një keq qeverisje, është një agjendë e mirë menduar, është një sulm i drejt për drejt ndaj të ardhmes së gjithë shqiptarëve. Sot sistemi i ngritur në Shqipëri funksionon vetëm për një pakicë që kontrollon gjithçka. Ekonominë, drejtësinë, mediat, pronat, energjinë, portet, pasurinë e gjithë shqiptarëve. Sipërmarrjet janë të trembura në mungesë të konkurrencës dhe me dorën e rëndë të burokracisë dhe të shtetit në supet e tyre. Ata që kemi ne përballë duan një Shqipëri të zbrazur, të varur, të uritur. Ne duam një Shqipëri të lirë, të zotë që ecën mbi këmbët e saj. Sot ne nuk jemi më opozita. Në fakt kemi kohë që nuk jemi më opozit. Prej vitesh demokratët janë misionarët patriot të Shqipërisë dhe sot ne jemi alternativa e vetme qeverisë së këtij vendi. Ne nuk ofrojmë veç disa politika apo propozime, nuk ofrojmë një program të thjeshtë. Partia Demokratike dhe aleatët e saj sot i shtrin dorën çdo shqiptari për një beslidhje të re kombëtare, për të bashkuar me një vizion afatgjat, optimist, shpresdhënës dhe tërësisht realist. Ne shohim një Shqipëri ku familjet mbështeten, ndihmohen dhe jo rundohen apo dhunohen. Ku të rinjt zgjedhin të qëndrojnë, të ndërtojnë jetën e tyre në Shqipëri, në vendin e tyre, të edukohen, të investojnë në vendin e tyre, dhe të krijojmë një ekonomi dinamike që krijon mundësi për të gjithë. Për një gjë unë jam i sigurt, shqiptarët pas 11 maj do kthehen në vendin e tyre, ashtu si shqiponjat kthehen në folet e tyre, dhe këtë do ta realizojë Partia Demokratike. Unë jam pjesë e një departamenti Brain Gain i cili ka krijuar, është dritarja që Partia Demokratike ka krijuar për gjithë ata që jetojnë jashtë dhe duan të kontribojnë në vendin e tyre. Dhe kjo është garancia më e madhe që Partia Demokratike do ta bëjë realitet atë që premton. Ne japim besën për një kthes historike në vendin tonë, jo rrotullime në vend, për një shtet që çliron energjitë e jashtëzakonshme që ka çdo shqiptar, dhe jo një shtet që është zhyt në burokraci. Një sistem që shpërblen punën, jo lidhjet klienteliste. Një shoqëri që ngrihet mbi meritën, jo mbi marrëveshje të pista. Programi ynë është i thjeshtë dhe radikal në të njëjtën kohë. Ekonomi prodhuese, jo ekonomi koncesionesh dhe borxhesh. Taksa të ulta dhe një shtet i vogël, jo një shtet që grabit dhe nuk ndihmon qytetarin. Garanci për pronën dhe shenjtërinë e saj. Një sistem arsimor që rrit njerëz të lirë dhe jo ushtar të bindur. Një shtet që mbron kufi dhe identitetin, jo që shet territore dhe fshin historinë dhe traditën. Tani është koha për ndryshim. Një ndryshim të vërtet dhe të qëndrueshëm që përqafon forcën e popullit ton dhe potencialin që ka kombi shqiptar. Së bashku ne do ta transformojmë Shqipërinë në një burim shprese, në një vend ku familjet rriten të forta, duke pas mundësi ekonomike dhe një rrugë që kombi të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme. Ne besojmë se forca e një kombi vjen nga familja, nga puna, nga besimi, nga tradita. Dhe po,
ne besojmë se nuk ka zhvillim pa rikthyer dinjitetin e nëpërkëmbur të çdo qytetari shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Të dashur miq, ky nuk është një program vetëm për 4 vitet e ardhshme. Ky është një vizion për një shekull të ri shqiptar. Ata e kanë frikë të vizion, sepse për herë të parë përballen me një forcë që nuk blihet dhe nuk shitet dhe nuk bën pazare me të ardhmen e kombit shqiptar. Të gjithë demokratët brenda dhe jashtë kësaj salle çliruan ndjenjen natyrale të çdo shqiptari që ka buçitur ndër shekuj, dëshirën për liri dhe dinjitet. Kjo nuk kontrollohet nga asnjë forcë dhe është shenja më e madhe e forcës së demokratëve që ata nuk e kontrollojnë dot. Demokratët janë një kokforci e historisë, janë një forcë që sado që përpiqen ta shuajnë, nuk ja arrin dot. Është një forcë që kthehet në një ortek zemrash të lira, sa herë e kërkon Shqipëria dhe sa herë e kërkojnë shqiptarët. Sot shqiptarët janë më të trimëruar falë rezistencës së demokratëve në këto vite. Dhe më të prirur të hapin zemrat dhe mendjet e tyre ndaj ofertës, ndaj vizionit, ndaj alternativës që Partia Demokratike paraqet. Siç do ta thoshte presidenti Reagan, sot është një kohë për të zgjedhur. Dhe zgjedhja nuk është vetëm mes 2 partive, është mes 2 botkuptimeve, është mes 2 rrugëve. Rrugës së shkatrimit të plot të këtij vendi, apo rrugës së ringritjes kombëtare dhe transformimit të vendit. Për ata që thonë se nuk mundet, për ata që kanë humbur shpresën, për ata që janë lodhur, unë ju them, gjithmonë përpara ringritjes vjen errësira. Ne errësirën e kaluam, tani vjen ringritja e Shqipërisë dhe e shqiptarëve kudo ku ata janë. Demokratët nuk dorëzohen, sepse Shqipëria nuk na është dhënë as për ta sunduar, as për ta administruar. Shqipëria është për ta shpëtuar. Kjo tokë është më shumë se sa një vend, kjo tokë është një amanet i kaluar brez pas brezi, një amanet i kaluar përmes sakrificave të shekujve. Dhe është një amanet që Partia Demokratike e përqafon. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe Zoti i bekoft të gjithë shqiptarët që nuk pranojnë të heshtin. Koha është tani, e ardhmja është jona dhe shekulli që vjen është një shekull shqiptar në drejtimin e Partisë Demokratike. Faleminderit. Kemi ndjekur deri tani vetëm një pjesë të programit, por një program, një vizion, një siguri për atë që vjen është dhe rinia. Në emër të atyre që votojnë për herë të parë në 11 maj dhe që kërkojnë ndryshimin sepse kanë qenë minus 10 vjeç kur Edi Rama ka ardhur në pushtet në vitin 1998. Vjen tani për të folur për rinin Lores Sollaku. Përshëndetje demokrat. Unë jam Lores Sollaku dhe më 11 maj votoj për herë të parë. Janë rreth 100.000 të rinj në Shqipëri që si vjet votojnë për herë të parë si unë. 12 nga 18 vitet e mia në këtë jetë i kam kaluar me Edi Ramën si kryeministër të Shqipërisë. 6 vite të tjera me të njëjtin, por si kryetari i Bashkisë së Tiranës. 10 vite të tjera para këtyre, ai ka qenë sërish në pushtet. Pra, ky zotëria që bën sikur është i ri në politik, sikur ka ardhur dje në pushtet, sikur ka moshën e Renis Gjokës, ka në karrige pa ndërprerje që nga viti 1998. Dhe kërkon sërish pushtet. Ma jepni dhe 4 vjetë, thot, se do ju jap pasaportën europiane. Para se të shkojmë të përrallat me mbret, që ky kujton se ne shqiptarët i besojmë, le të bëjmë një rreshtore të përrallave që na tregoj që nga 2013. Ujë të pishëm 24 orë, a e keni? Shëndetësi falas, a e merrni? Abone falas për studentët dhe pensionistët. Kush e ka? Heqjen e taksës 20% për bukën, qumshtin apo vezët. Por jo, kaq paguani dhe sot. Taksën e energjisë 6% për familjarët. Nuk e bëri. Sot paguani 20%. Çfarë na stradini?
Të dashur bashkëmoshatar, vëllezër e motra 18 vjeçare që si vjet votoni, mos e çoni dëm votën. Të mbash Edi Ramën edhe 4 vjet nuk është më një gabim, por është një krim. Programi për rininë e Partisë Demokratike është serioz, ambicioz dhe i qartë. Është hartuar nga të rinj për të rinjt. Jemi ne të gjithë bashk, aksionerët, investitorët strategjik të Shqipërisë. Prandaj, pa e zgjatur më shumë, ju ftoj që më 11 maj të sillemi si njisha dhe të votojmë numrin 1, fitore! E ku ka më bukur se fjalët e rinis, por programi i Partisë Demokratike patjetër dhe padyshim që nuk lë pas edhe pensionistët. Dhe është një program i qartë, minimum jetik, kartën e konsumatorit që përfshihet në paketën e dëmshurisë. Se çka bën Rama për pensionistët, askush tjetër më mirë se një pensioniste nuk mund ta rrëfej këtë. Tani dua të ftoj zonjën Liliana Lika për të folur se çfarë ka bërë Rama për pensionistët, patjetër që përgjigjja është asgjë. Përshëndetje të gjithë demokratë. Mirënjohje shumë të madhe, mirënjohje shumë të thellë për Zotin e nderuar Kris Lavitan. Shumë mirënjohje nga zemra e gjithë demokratëve, e gjithë shqiptarëve të ndershëm, por Zotin kryeministër, president, kryeministër i ardhshëm, Zotin Sali Berisha. Berisha, 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 Berisha. E ku ma mirë të mendje ndonjëherë, unë pensioniste me profesion arsimtare, të dilja në këtë kuvendin e madh dhe përpara njerëzve të mrekullueshëm, njerëzit që kanë punuar, kanë djersitur, njerëzit që sot janë me thinja, që dikur në vitet 90 ishin ata të rinj që shoqëruan Zotin ministër, kryeministër, president Sali Berishën. Dhe e pyetën Skënderbeun, ku e gjeni këtë forcë? Skënderbeu i tha, e gjeta mes jush. Ndërsa unë them, nëse do pyesja kryeministrin tonë të ardhshëm, Sali Berishan, ku e gjeni këtë forcë, nuk do doja të thoshte e gjeta mes jush. Jo, ai se gjeti mes nesh. Ne të gjithë së bashku e gjetëm ke Zoti Sali Berisha. Ishte i vetëm ke Rogneri, me 2-3 deputet, me 20 vet. Ja ku jemi sot gjithë Shqipëria në këmbë, ja ku na bëri neve, delet e humbura, të jemi sot që nesër të fitojmë, pushtetin në dorë ta marrin demokratët, ta marrin njerëzit e ndershëm, ta marrin në dorë qeverisjen këta kandidat për deputet, të cilët të mendojnë për thinjat e bardha, teksa ecin rrugës, si për prindrit e tyre, mos të mendojnë të vjedhin, po të mendojnë për bukën e fukarajit ati që lyp, që është nder t'i falësh diçka, po më nder është t'i shërbesh familjes së tij, kudo që t'i jetë, sido që t'i jetë. Është shumë përgjegjësi të flasësh përpara jush në këtë kuvend kaq të madh. Ke emocione të jashtëzakonshme, po ke edhe përgjegjësi shumë të madhe.
ke një përgjegjësi të jashtëzakonshme të flasësh me zemër, me shpirt, me mendje, me një ndjenjë të kulluar dhe të gjithë juve, ne së bashku jemi ata. Ne do të mbetemi ata, dhjetoristët e 90-s. Ne jemi dhe do të mbetemi ata që luftojnë për brezat e arshëm të Shqipërisë. Neve jemi dhe do të mbetemi ata, leva dhe shtysa të sa më të mëdhenj të rinis. Ai që më përcolli është i mbirë. Dje e kam mbajtur unë, sot më mban ai. Ai lauruar në Amerikë, atje ku Zoti Krist jeton. Mirënjohje shumë të madhe për presidentin e Amerikës, zotin Trump. Mirënjohje për popullin amerikan, mirënjohje për gjithë njerëzit që luftojnë për popujt e tyre, për të gjithë popujt e vuajtur. Stop luftës, paqe, liri, gëzim dhe nuk koha është e limituar, nuk mund të flas më tepër, por urimet më të mira për kandidatët dhe deputetët e ardhshëm, suksese Zotit Sali Berisha dhe partnerit ton ndërkombëtar më të fortë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faleminderit juve. Shumë faleminderit zonja Liliana, sidomos për mesazhin e paqes dhe për të gjithë emocionet që na dhuruat. Partia ka dhe legionarët e saj, pa të cilët asnjë program nuk do të realizojë, sepse nuk janë vetëm idet në letër, por janë dhe muskujt në aksion që sigurojnë që një parti të çojë përpara ekzistencën dhe programin. Kam kënaqësinë të ftoj sonte përpara jush sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotin Flamur Noka. Nderuar zonja zotrin delegat të kuvendit të kombëtar të Partisë Demokratike, i nderuar miku ynë, strategu ynë i fitores dhe njëkohësisht strategu i fitores presidentin Trump, Chris Lasivita, i nderuar dhe i dashur kryetari i Partisë Demokratike, kryeministri i jashtëm i Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha, të nderuar zonja e zotrin qytetar që na ndiqni. Këto dy ditë, dje dhe sot, për ne, për demokratët, për Sali Berishën, janë një startim madhështor drejt suksesit të shumë pritur prej vitesh, drejt fitores së pa diskutueshme. Këto dy ditë, me pjesëmarrjen, entuziazmin madhështor, me energjinë fantastike që u përcovë dhe po përcillet shqiptarëve, janë preludi i rikthimit të shpresës, i rikthimit të besimit tek fitoria dhe i rikthimit në pushtet të Sali Berishës dhe të Partisë Demokratike. Këto dy ditë tregojnë se një forcë politike si kjo jona, një lider si Sali Berisha, kanë gatnjur mbi çdo sfidë dhe janë treguar të pathyeshëm. Këto ditë kanë treguar se një lider dhe një forcë politike si Sali Berisha dhe Partia Demokratike u ngritën si sfinksi atëherë kur të gjithë menduan se i azgjësuan, atëherë kur mbi ta u derdh mledh dhe vrerë pafund për t'i azgjësuar. Pra, ky startim drejt fitores për ne është kurorëzim i sakrificave,
i përpjekjeve, i luftës, i punës dhe mundit që ju, antarë të këtij kuvendi kombëtar dhe demokratët fisnik kudo që ndodhen në Shqipëri, bën për të mos u nënshtruar, për të mos u dorëzuar, për të fituar, për të ngadhnyer. Kalvarin që Partia Demokratike dhe Sali Berisha e kaluan këto vite nuk e ka kaluar askush. Dhe ja ku vinë sot, jo vetëm si forcë politike e bashkuar dhe energjike, por vim sot me një program dhe një angazhim që sjell zgjidhje për qytetarët dhe zgjidhje vetëm për qytetarët. Një program që ka në qendër hallet dhe problemet e shqiptarëve dhe zgjidhjen e tyre. 4 vite më parë, të dashur miq, askush nuk mendonte se do vinte një ditë si kjo e sotmja, që përpara qytetarëve një ofertë, me të vetmen ofertë, një program, si vetmi program për të shpëtuar vendin nga kolapsi që ka shkaktuar qeverisja e korruptuar dhe inkriminuar e Edi Ramës, do të ishte dhe do sillej, do vinte këtu nga Sali Berisha dhe nga Partia Demokratike. E kush e mendonte para këta vitesh se Sali Berisha do t'ja dilte, atëherë kur ata menduan se ja zgjësuan, kur ndaj tij u vërsulën me një komplot mafioz, ku morë pjesë George Soros, kukulla e tij Edi Rama, me Konigali, Blinken, Kimetja, e të tjerë soj si puna e këtyre, askush pra nuk mendonte se do t'ja dilte Sali Berisha dhe Partia Demokratike, se do t'vinte ai për të mbjell shpresën ndër shqiptarët, se do t'ishte ai e vetmja alternativë e besueshme dhe e dashur për shqiptarët. Ja pra që ja doli Sali Berisha, ja dolëm ne demokratët që mbështetëm dhe që vrapuam, punuam, nuk reshtëm së besuarit tek ai dhe tek forca jonë politike. Ndaj mbrëm dhe sot, shqiptarët ishin dëshmitar të mëdhej të një ndryshimi që po ndodh para syve të tyre. Ata panë se si Sali Berisha dhe Partia Demokratike ju ofrojnë një ardhme të sigurt dhe të begatë shqiptare. Ata panë mbrëm dhe sot një diferencë të madhe mes të shkuarës dhe të ardhmes. Ata panë se si sot Gjirizi, Kuglonin, mint atje vetëm kundërboj, po jo vetëm kundërbonte drog, krim dhe korrupsion, por kundërbonte Gjirizi dhe mint të merruar lëvrisin aty te kryemiu, rreth rrotull kryemiut për t'i bërë qefin, hidheshin në valle. Por qytetarët panë sot se asgjë nuk u fol për ta. Asgjë nuk u fol për shqiptarët. Sot panë që të vallëzohej një valle, siç është ajo kënga, Vallja e Hajdutëve, që Labëria e kujton mirë. Në vend që të flitej për hallet e tyre, ajo valle e Hajdutëve ishte poshtrim i madh për pensionistët, më të keq paguarit në rajon. Ishte një poshtrim i madh për të rinjt, për mësuesit, për mjekët. Ishte poshtrim për ato mira familje që mezi mbyllin muajin dhe provojnë çdo ditë sfidat e mbijetesës. Ata, Hajdutët e Gjirizit, festuan sot në shesh, festuan luksin e tyre, plaçkën edhe miliardat që kanë plaçkitur për 3 mandate. Dhe të paturp si që janë me vallen e Hajdutëve, ata fyen çdo shqiptar të thjesht, çdo shqiptar të varfër. Ata fyen çdo njeri që dignitetit i thot dignitet, çdo njeri që shpresës të shpresë dhe familjes familje. Ndërsa Sali Berisha dhe Partia Demokratike kanë 2 ditë që vinë dhe japin një program në më të shkëlqyerin që ka parë ndonjëherë ky vend. Sot Sali Berisha i garanton shqiptarët se do t'ju jap qeverinë më të dashur, më të dhemshur, qeverinë që do kujdeset për ta, qeverinë që për cilën ata kanë nevojë. Ne në këto 2 ditë bëm diferencën
para shqiptarëve dhe gjithë edhe ndërkombëtarëve. Ne bëm diferencën, një diferencë që kuptohet mirë. Shqiptarët panë çfarë energjie u shirua mbrëm dhe po shirohet sot, dhe çfarë energjie negative. Porcolli vallja e hajdutëve, treggjirizi që po largohet dhe që ne do ta pastrojmë. Nuk ka pasur ndonjëherë vendi ynë ofertë dhe alternativë më të mirë ekonomike. Nuk ka patur kur ndonjëherë zgjidhje hallet dhe problemet e shqiptarëve sa që kanë sot tek programi që Sali Berisha ju paraqet atyre. Dhe çfarë ju shton vlerë më shumë këtyre pikave të programit është fakti se ky program vjen nga Sali Berisha dhe Partia Demokratike që kanë treguar me vepra se realizojnë premtimet, se e mbajnë fjalën e dhënë, se bëjnë punët e mëdha. Sali Berisha dhe Partia Demokratike nxorën vendin nga izolimi i thellë. Ishte akt madhështor ky. Ndaj sot Sali Berisha besohet se do ta bëjë Shqipërinë madhështore. Sali Berisha dhe Partia Demokratike liberalizuan vizat, akt madhështor që i bëri shqiptarët të barabartë me europianët. Ndaj sot Sali Berisha besohet në premtimet e tij. Sali Berisha dhe qeveria e Partisë Demokratike dyfishuan pagat e pensionit në një kohë kur buxheti ishte sa gjysma e këtij që është sot. Pra, u bën projektet nga më madhështoret, u bashkua kombi me autostrada, u lidh jugu me veriun, lindja me perëndimin. Këto janë gjitha arritje madhështore. Prandaj sot ne ju themi shqiptarëve, po, do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Sali Berisha do ta bëjë atë. Prandaj është rikthyer. Siç u rikthye për të shpëtuar Partinë Demokratike, sot është rikthyer të shpëtojë Shqipërinë nga katastrofa ku e ka futur rilindja dhe Edi Rama. Sali Berisha është i besueshëm sepse ai nuk humposh kurrë. Ai shpëtoi PD-n, siç e thash, dhe tani në qendër të programit të tij ka për të shpëtuar edhe shoqërinë shqiptare. Tani ai lider është këtu për ta çuar misionin e tij deri në fund. Ta shpëtojmë Shqipërinë, të rikthejmë shpresën, ne do fitojmë, Shqipëria do fitojë. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft fitoren tonë. Fitore dhe fitore. Tani përpara se të vazhdojmë me folësit e radhës që jam e bindur që mezi po i prisni, u ftoj të ndjekim një spot të shkurtër. Faleminderit. Sot më shumë se kur, shqiptarët kanë nevojë për një lider të fortë, me karakter dhe dinjitet, i cili mund të bashkëpunojë me presidentin Trump dhe Shtetet e Bashkuara. Edi Rama përjashtohet kategorikisht. Edi Rama është i paqëndrueshëm, i paparashikueshëm. Ai përdor qeverinë dhe shtetin për të sulmuar kundërshtarët e tij politik. Edi Rama, një mik i ngushtë dhe i hershëm i familjes Soros, armiqve të betuar të presidentit Trump. Gruaja e tij nuk e fsheh faktin që është adhuruese e flakt e Kamala Harris. Si një nga anëtarët e rinj të NATO-s, ne nuk e kemi luksin të drejtohemi nga një njeri i tillë. Fatmirësisht, shqiptarët e kanë një lider, të vërtet, të fortë dhe kurajos. Doktor Berisha, i cili ka dëshmuar se interesat e vendit janë mbi gjithçka. Ai do të punojë për çdo shqiptar, për ringritjen e ekonomisë, rritjen e punësimit, sigurinë dhe stabilitetin. Një mik prej dekadash i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që do të punojë me presidentin Trump. Make Albania great again. Për të luftuar të keqen dhe të keqin, padyshim, duhet patjetër një sherif dhe Partia Demokratike ka një sherif amerikan në krahun e saj këtë radhë.
kam kënaqësinë të ftoj në skenë zotin Kris Lasivita. We all know that in the last 12 years of Edi Rama has been a complete and utter failure. Ne e dim se 12 vjeçari i Edi Ramës ka qenë një zhgënjim I vërtet. A failure of stable leadership and a failure for Albanian families. Ka qenë një dështim I vërtet I një udhëheqje të qëndrueshme dhe I familjeve shqiptare. But we have Dr. Berisha, a real friend to Albanian families. Por ne kemi Dr. Berisha, një mik të vërtet të familjeve shqiptare. He has a real program to lower the cost of living for Albanian families and a true conservative plan like President Ronald Reagan and Donald Trump. Ai ka një plan të vërtet për të ulur kostot e familjeve shqiptare, si dhe një program konservator, njësoj si atë të presidentit Reagan dhe Donald Trump. It's a real plan to lower taxes. Është një plan I vërtet për të ulur taksat. A real plan for Albanian youth, for Një plan jobs and opportunity. Një plan të vërtet për të rinjt shqiptar dhe për të ardhmen. That is what this campaign is all about. Pikërisht, ky është qëllimi I kësaj fushate. The conservative, stable leadership of Dr. Berisha versus the unstable socialist who hides from his own shadow. Dhe pikërisht, është ky dallimi mes një udhëheqje të qëndrueshme të atë të Dr. Berishës dhe të një udhëheqje në fshehje të asaj të Partisë Socialiste. A victory for Dr. Berisha is a victory for Albanian families. Thank you, Victoria. Një fitore e Dr. Berishës është fitore për familjet shqiptare. Faleminderit. Tani, përpara se të shkojmë tek keynote speaker, tek folësi kryesor, që Bart dhe do të shpalos vizionin dhe programin e qeverisjes 2025-2029, vjen sërish për ju Renis Gjoka me këngën Një hap përpara. Ky është hapi që do të hedhë Shqipëria më 11 maj pas 12 vitesh korrupsion nën Edi Ramën. Yeah. Hajde pak entuziazm, çuna goca, pak entuziazm. Më shumë, më shumë. Chill.
S'përballohet jeta nëse si hajdut. Vjedhet para syve, por askush në burg. Njerëzit po vet vriten e po lihen në rrugë. Nëna po merr borxh, po i nxjerrin jashtë shtëpisë me forcë. Nuk e di as ku të protestoja, e dëgjojnë para se të bjerë nata, duhet ta ndihmojnë. Të nesër s'do ket më shpirt, po ku fon. Ku mbeti amaneti Ismail Qemalit, ku është shkolla e premtuar e ku është spitali. Pse fëmia im do duhet jashtë shtetit të dal, të jetoj në tokë tjetër se e jote s'e fal. Siguri, as oksigjen përveç lot. Çmimet shkojnë lart me të njëjtën rrogë. Erdhi koha që të themi jo nga sot. S'jo shqiptar, hapi sysh, shiko. Jo, shiko, se jam një për para te e kërko. Të të bësh të di për para kur mos me ndo. Të jesh të di si u prantaj ti lufto. E ti lufto. Jo, shiko, se jam një për para te e kërko. Të bësh të di për para kur mos me ndo. Të jesh të di si u prantaj ti lufto. E ti lufto. Poshtë pallati policia se një bomb ka plas dhe një krye familjar u vra në atentat. Varfëria që arsyeja që zgjodhi atë fat, që vetë që bëri lajm të parë la familjen i gjashtë. Antidera të bombdera po na shijojnë kera. Media nuk është më me popull, jemi kora tjera. Argëtimi marra mendje për çka fshihet nën tokë, çka planifikohet natës çdo ditë hapet një grop. Sa me gjakun e ftohtë ky gjykatës ta thot. Ai që ta vrau nënën do lirohet që sot. Skënderbeu tatuazhu po e bëni më kot, po shesin të ardhmen e vendit duke shitur një vot. Nëse të ka mbetur shpirt e arsye në kokë, nëse nuk do që dhe jetën t'japësh me koncesion, erdhi koha që të themi jo nga sot. Jo shqiptar, hapi syt, shiko. Jo shiko, se jam një për para te e kërko. Të të bësh të di për para kur mos me ndo. Të jesh të di si u prandaj ti lufto. E ti lufto. Jo shiko, se jam një për para te e kërko. Të bësh të di për para kur mos me ndo. Të jesh të di si u prandaj ti lufto. E ti lufto. Të bësh të di për para kur mos me ndo. Të jesh të di si u prandaj e ti lufto. E ti lufto. Ti lufto. Të lutem, Renis mos u largo se emrin e folësit tjetër dua ta themi bashk. Pa rezistencën e zotrisë që vjen tani, opozita do ishte një shtojcë e Ramës, ose e përhapur në 10 partiza, që do të bënin zhurmë. Ai mund të mos punoj për historinë, por historia punon për të. Zonja dhe zotrinj, Sali Berisha!
Të dashur delegate dhe delegat të konventës kombëtare, të kuvendit kombëtar elektoral të Partisë Demokratike. I dashur Zoti Krisla Sivita, të dashur Paul, Phil, Brian, Austin, miqtan të nderuar të pranishëm, të dashur të ftuar, përfaqësues të forcave të koalicionit të ardhshëm qeveritar. I dashur Renis, përshëndetjet më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme, ju dhe opozitarëve kudo që ndodhen sot në Shqipëri, në diasporë dhe kudo që janë. Ky kuvend është një rëndësie historike jo vetëm për Partinë Demokratike dhe aleat të saj, por ky kuvend është një rëndësie historike për Shqipërinë, për shqiptarët, për transformimin e saj, për dekadat që vinë. Ndaj dhe njëherë shumë mirënjohje për ju, mirënjohje dhe falënderim të veçantë kam unë për kryetarin e qarkut Tiranës, zotin Belin Kliçi, kandidatët e kryeqytetit dhe delegatët e këtij qytetit bekur, për zotin Oerd Bylykbashi, kryetari i qarkut të Durrësit, kandidatët dhe delegatët, antarë dhe simpatizantët tanë të këtij qarku, për zotin Tomor Alizoti, kryetar udhëheqës politik i qarkut të Elbasanit, kandidatët e këtij qarku, delegatët e tij dhe mbar qytetarë dhe qytetarët e Elbasanit, për zotin Gazmend Bardhi, udhëheqës politik i qarkut të Fierit, kandidatët dhe delegatët e këtij qarku, të gjithë antarët dhe mbështetësit e Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare në këtë qark, për zotin Bujar Leskaj, udhëheqës politik i qarkut të Vlorës, kandidatët dhe delegatët e këtij qarku, mbar qytetarët e Vlorës, për zotin Agron Gjekmarkaj, kandidatët dhe delegatët e qarkut Lezhës, udhëheqës politikit cilit është mbar qytetarët e Lezhës, mbështetës Partisë Demokratike dhe koalicionit për të ardhur dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, zotit Luciano Boçi, udhëheqës politik i Shkodrës, Roza Theliris, kandidat e këtij qyteti, delegatët dhe mbar qytetarët e Shkodrës, për zotin Ivi Kaso, kandidatët dhe delegatët e qarkut të Korçës, në të cilin Ivi Kaso është udhëheqës politik, qytetarë dhe qytetarët e këtij rrethi, mbështetës të Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare, për zotin Tritan Shehu, udhëheqës politik i qarkut Gjirokastrës, delegatët
dhe kandidatët e këtij qarku mbar qytetarët e qarkut Gjirokastrës, mbështetës të Partisë Demokratike dhe koalicionit fitimtar të zgjedhjeve 12 majit, për zotin Xhelal Mziu, udhëheqës politik i qarkut të Dibrës, kandidatët dhe delegatët e këtij qarku, qytetarët e tij, mbështetës të palkundur të Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare, zotit Flamur Hoxha, udhëheqës politik i qarkut të Kukësit, kandidatët, delegatët dhe delegatët, mbështetësit e opozitës shqiptare në këtë qark. Miqtë e mi, 2 ditë Shqipëria përjeton një festë të vërtet, përjeton festën e shpresës, festën e optimizmit, festën e dignitetit, festën e cila është e gjithë energjia e fitores së 11 majit. Sot ne jemi mbledhur këtu për të prezantuar një projekt që në 34 vite Shqipëria nuk e ka patur kur ndonjëherë. Një projekt aq i mirë sa dhe Partia Socialiste, që qeverisi 12 vjet me mashtrime vjedhje, u kthye, ta vlerësoj, ta vjedh dhe ta kopjoj. Ndonë se kundërshtar politik Edi Rama e pranoj se nuk ka projekt, apo më mirë të themi, projekti i tij është vetëm dora për të vjedhur. Po miqtë e mi, kopja mbetet kopje shëmtuar. Asnjë nuk gënjehet. E mbani mend, Nokia shumë 3 dekada më parë ishte në zenitin e teknologjisë. Por Apple nxori iPhone-in e parë. Shumë larg, shumë herë mbi Nokia. Nokia tentoi ta kopjoj iPhone-in, dështoi. Apple nuk ja përmendi kur kopjen Nokias, po vazhdoi të përmirësoj iPhone-in e saj. Sepse kopja mbetet kopje. Nuk rritet, nuk shitet, nuk pranohet. Sot, unë jam këtu për t'i kërkuar çdo qytetari, demokrat, socialist, pa parti, të gjithë shqiptarëve që po na ndjekin brenda dhe jashtë vendit, në televizion, në radio apo në internet. Veçarisht u kërkojnë shqiptarëve që akoma mbajnë të fshehur në vete ëndrrën e largimit nga Shqipëria. Të më japin 40 minuta kohë nga vëmendja e tyre për dëgjuar këtë alternativë që sjell sot Partia Demokratike dhe koalicioni i saj, më të rëndësishme në 34 vite. Kjo alternativë nuk është një program, por është një projekt aq i madh, aq transformues, por mbi të gjitha aq i realizueshëm sa t'i bëjë shqiptar të thonë, po, ne do t'japim edhe një shans të ri Shqipërisë. Ky projekt që prezantojmë ne sot nuk ka dalë nga hiçi. As nuk e kopjuam
Gjikundi, si që bëri Edi Rama pak kohë me parë, as nuk u hartua në 3 muaj, sa për fushat elektorale, jo dhe jo, por janë dashur 3 vitet plota për të hartuar projekte në Shqipërisë madhështore. Ditën që unë ju përgjigja thirrjes për të rikthyer në mbrojtje të demokracisë, atë ditë unë mora një vendim. Unë nuk rikthesha për pushtet, unë nuk rikthesha për pasurim, as për luks. Nuk kam qenë i interesuar për to, as në rinin time, kur unë jam kthye betejës për dinjitetin tim. Aq më pak mund t'jem unë sot në vjeshtën e bukur të jetësime dhe pas një karriere të përmbushur, nëse do rikthesha, vendosa të bëj çdo gjë për një trashëgimi të re të Partisë Demokratike, të opozicës shqiptare, të konservatorëve shqiptarë. Dhe me arritë më pashme pluralizmin politik gjatë Berishës parë, natën gjatë Berishës dytë, kërkoja diçka, që Berisha i tretë të te i kalonte tërësisht të parin e dytin disa herë. Dhe kjo diçka duhet të jepte përgjigje hallave dërmuese të shqiptarëve. Ndaj dhe ne bëm këtë projekt duke ditur situatë e rrezikshme ku gjendet Shqipëria. Shqipëria sot po vuan pasojat e një pushtimi. Nga vjedhja që është bërë shqiptarëve këto 12 vjet, ne jemi në kushtet një pabarazie të madhe ekonomike. Arsimi rrënur, si tregon testi PISA-s, shëndetësia shkatruar, si tregon skandali i spitalit onkologjik, fëmimet e larta dhe korrupsioni e kanë bërë ndërtimin e jetës të pamundur në Shqipëri për të rit. 45% e shqiptarëve kanë ikur dhe 84% e tyre që kanë mbetur përsëri duan të ikin. Prandaj Partia Demokratike gërmoi në histori për të gjetur çfarë programesh kanë përdorur vendet të cilat janë gjetur në rënoja pas luftrave, pas fatkeqësive, pas diktaturave, si gjendet sot Shqipëria pas 12 vitesh narkodiktaturë. Të frymëzuar nga këto projekte, ne hartuam projektin e Shqipërisë madhështore, si projektin që do të riabilitoj dhe do të ringre Shqipërinë nga pasojat që solli rilindja 12 vite. Por këtu, modestisht, unë nuk do bie dakord me ata që thonë se politika është arti i mundshmes. Jo, për mua dhe për ju, që realizuam pluralizmin, që realizuam antarësinë e Shqipërisë në NATO, ne me politikën tonë kemi realizuar të pamundurën. Ndaj dhe ne, këte projekte nisëm me tjetër formulë të përdorur në arritje të mëparshme, e nisëm me një ëndër, dhe kjo ëndër quhet Shqipëria madhështore. Prandaj ne pyetëm veten, si do ta bëjmë këtë ëndër realitet, dhe për të nxjerrë programin e realizimit
patëm një staf të jashtëzakonshëm, ekspert të shkëlqyer të gjitha fushave në Shqipëri, por e vërteta është jo vetëm kaq, por ekspert ndërkombëtar, veçanërisht dy fondacionet më të mëdha konservatore në Europë dhe në botë, Konrad Adenauer dhe Heritage Foundation, dhanë kontributin e tyre, ekspertizën e tyre në këtë program. Mendimin e tyre ne kthyem projektet e Shqipërisë mallkështore një plan konkret, plotësisht të realizueshëm në 4 vite. Tani, unë do njoh shqiptarët me projektet e Shqipërisë mallkështore që për 29 ditë do t'jetë ëndër e bërë realitet me fitoren e forcave opozitare. Por para se të ndalem, unë kam një kërkesë, kam një thirrje për Edi Ramën. Edi Rama mos përdor emrin e Zotit. Mos përdor emrin e Skënderbeut. Mos përdor emrin e Ismail Qemalit. Mos përdor flamurin dhe hymnin kombëtar për të mbuluar vjedhjet e shpifurat Belinda Ballukut, vjedhjet e Edi Ramës, vjedhjet e Erion Velish, vjedhjet e Gjiklurit, e Beqjas, Kokës, vjedhjet pra të ekipit të hajnave që i sollën Shqipërisë dhe Europë këtë vend 12 vite me radhë. Mos i përdor këta emra, se me asgjë nuk mbulon dot vjedhjet e tyre. Edi Rama, populli të ka braktisë. Të ka braktisë. Shqipëria dhe botë e pa, sheshin bosh. Shqipëria dhe botë e pa, përsëri ministret tua, me luks e super luks, me aksesore 10.000 eurosh, të gëzonin luksin e tyre, kurse ti nuk the një fjalë të vetme për qytetarin, nuk the një fjalë të vetme për të rit, nuk the një fjalë të vetme për pensionistët, nuk the një fjalë të vetme për të smurt, nuk the një fjalë të vetme për shqiptarët. U përpoqe të joshës shqiptarët me mirëqenien e Europës. Në fakt, edhe me pasaportë europiane, s'kërkon asgjë tjetër vetëm të mbulosh plaçkitjen që u ke bërë shqiptarëve. Ai foli sot për paratë që do marrë nga Bashkimi Evropian, por nuk tha se ku janë paratë që ai ka marrë nga ju, që i ka vjedh nga ju, ku shkuën? Ku janë 140 milion euro të instalatorit të Tiranës që nuk u ndërtuan kurrë? Ku janë 110 milion euro që i fale Beketit me arrogancën tënde? Ku janë 100 milion euro që ke shpërdorur tek Air Albania? Ku janë 60 milion euro të tunelit Llogaras? Ku janë 68 milion euro anijet fantazm Tigrat e Lubi Ballukut? Ku janë 100 milion euro që paguat ti për rrugë të Florita? Duke luajtur me aspiratën europiane të shqiptarëve, ti Edi Rama kërkon të mbulosh vjedhjet me pasaportën kallp europiane në dorë tua. A jetohet ndershëm në Shqipëri
të qeverisur nga Edi Rama është pyetja që çdo prim, çdo qytetar duhet të shtrojë sot për fëmijët e tij. A mund të ketë siguri për të ardhmen e fëmijëve në këtë vend me Edi Ramën? A ka mundësi për të punuar e jetuar me dinjitet për mjekun, arkitektin, inxhinierin në Shqipëri? Përgjigja është jo dhe vetëm jo. Në Shqipërinë e Edi Ramës, Tavlan Ballës, Belina Ballukut nuk ka vend për njerëz të ndershëm. Në Shqipërinë e Edi Ramës dhe Erion Velis nuk ka vend për të rinj. Edi Rama nuk ka qeverisur për të mirën e njerëzve të thjeshtë, punëtorëve të ndershëm. Pas këtyre 12 vjetëve dhe 4 vjet tjera të Edi Ramës, vetëm do të përforcojnë të keqen e madhe. 4 vjet të tjera të Edi Ramës do kenë vetëm një rezultat: kapjen totale të shtetit nga Edi Rama, organizatat e tij kriminale, oligarkët e tij, kurse shqiptarët do ikin nga Shqipëria. Ndaj dhe sot t'injllojnë më aktuale se kur vargjet e poetit Ali Aslani, koha është e maskarejve, por atë dheu është i shqiptarve. A dheu është dashuri madhështore, është dashuria me sublime. Dhe ne do punojmë që atë dheu ynë, Shqipëria, të bëhet madhështore. Miqtë e mi, themelet e programit të Shqipërisë madhështore qëndrojnë para zgjithash mbi atë themel që ka shkëlqyer në shekuj madhështia jonë kombëtare, familjen shqiptare. Familja shqiptare ka qenë dhe mbetet faktori themelor i ekzistencës kombit shqiptar. Ka qenë dhe mbetet faktori kryesor i dinjitetit, i solidaritetit, i njerëzisë, i edukimit të shqiptarëve. Familja shqiptare njohu këto kohë një agresion që se kishte përjetuar kur në historinë e saj. Ky agresion erdhi nga ekstremi i majt i George Sorosit, padrinos së Edi Ramës. Në shkolla, në kopshte, fëmijëve ju mësohej të shuanin nga gjuha e tyre, fjalori i tyre, fjalën nën dhe baba. Prindrit t'i emërtonin me numra. Familja po bëhej gjithçka që të rrafshoheshin vlerat e saj. Jo, ne i themi jo përfundimisht kësaj politike. Ne për ne. Familja është sa hynore aq toksore. Vlerat e saj janë të paprekshme. Do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka për solidaritetin. Do bëjmë gjithçka për mkëmbjen. Do bëjmë gjithçka për mirëqenien e saj. Qeverisja e ardhshme do ketë Ministrinë e Familjes, në të cilën e cila do zbatoj politikat më të avancuara të mbështetjes familjes shqiptare. Familja do mbështetet me bonus për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë, 70 euro, 60 euro. Do mbështetet nga linja djerë në 23 vjeç për çdo gjë për fëmijën e tretë.
Koha solli që sot me qindra mijëra familje janë me nëna kryefamiljare. Unë i garantoj ato se qeveria e ardhshme do të bëjë gjithçka për të lehtësuar, për të zgjidhur çdo mungesë dhe çdo problem që ato kanë. Se fëmijët e tyre do kenë 200 euro minimum jetik. Se qeveria për ato do bëjë gjithçka për suksesin e bizneseve të tyre. Miqtë e mi, tek flasim për familjen, është shumë e qartë se zemra e saj, se epiqendra e saj është nëna, është gruaja, është motra, është vajza shqiptare. Na edhe ne zotohemi këtu para jush, se me vendoshmërinë më të madhe do të luftojmë së bashku me ju, të rrëzojmë murin e patriarkisë, të dhunues, të verbër, të drejtave të njeriut, këtë mur që mban gjallë diferencat midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllaut, midis burrit dhe gruas, midis vajzës dhe djalit. I garantoj gratë dhe vajzat se do bëhet gjithçka për sukses të tyre, se bizneset e tyre do mbështesen me linja të veçanta, se ato që quhen shtëpiake do shpërblehen për punën e tyre, për punën që bëjnë. Miq, unë kam një falënderim të madh sot për gratë socialiste. Dje ato gra fisnike jashtruan në disfat. Shohën njeriut më mizogen në pushtet në Europë e Dirams. Dhe u detyrua të thoshte në anturazhin e tij se na ka pas syri i keq. Për çfarë sy ti e i keqja vetëmor? Ku ka sy të keqit që ti e keqja? Pa ka të keqe më të madhe se atë që i largon nënës, vajzën dhe djalin nga shtëpia për rrugët e botës. Po ka të keqe më të madhe për një zonjë, për një grua, për një motër, se sa tu largosh burrin nga shtëpia për të siguruar kafshatën. A ka të keqe më të madhe se ti që me bulizmin tënd, me mizogenin e bëjfamshëm, ke nxitur në mënyrë mizore dhunën kundër grave. Dhe dëgjojeni, e ka me borxh të prallis për çdo gjë, po se flet një fjalë kur një grua dhunohet, se flet një fjalë kur një grua barbarisht vritet, kur ndonjëherë s'keni për ta ndëgjuar. Po pse? Sepse në thellësinë e tij ai ka një arkaizëm, ai është një mizogen i pakorrigjueshëm. Dhe ju garantoj se gratë dhe vajzat shqiptare do t'jenë ato të cilat me 11 maj do i presin biletën, do e nisin aty ku e meriton. Miqtë e mi, programi ynë
i Shqipërisë madhështore nënkupton, apo është po të kishte një emër të dytë, do t'ishte programi ëndrës së rinisë shqiptare. Ëndrës së dytë. Në 12 vite, 600.000 të ri kanë ikur nga Shqipëria. Në 12 vite, Shqipëria po humbet ëndrën e vetë. Vilson Bloshbi, një poet i pavdekshëm, Shqipërinë në diktaturë e krahason me Saharan dhe thot, Saharaja ëndra nuk ka, Saharaja nuk ëndron. E vërteta është se në narkodiktaturë, ëndra po i iken Shqipërisë, ëndrat po i ikin çdo ditë. Ndaj dhe ne do bëjmë gjithçka që të rinjtë shqiptar të qëndrojnë në Shqipëri, do bëjmë gjithçka për shkollimin e tyre, do bëjmë gjithçka për punësimin e tyre, do bëjmë gjithçka për çatinë e tyre, do bëjmë gjithçka për biznesin e tyre, do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka që jo vetëm këta që janë këtu, po dhe ata që kanë ikur të kthehen dhe unë tyre, të kthehen, ndërtojnë ëndrën në Shqipëri, të kthehen, të japin Shqipërisë tafmën që meriton. Ndaj dhe programi ynë kam themel mbështetjen e fuqishme për rininë shqiptare. Miqtë e mi, Shqipëri madhështore nuk ka dhe nuk mund të ketë me shtetësi të rënuar. Qytetarë shqiptar meritojnë të gjithë kujdesin shtetësor, meritojnë të gjitha mjetet më të mira, meritojnë të trajtohen si qytetar europian. Edi Rama tun pasaportën e qjerë të Europës, po vetëm për një moment po të nali në krimet kundër njerëzimit dhe batërdit që ndodhin në spitalin onkologjik. Miq, sa kohë ka që situata dramatike në këtë spital, dhe është e njëjtë dhe në spitalet tjera, ju garantoj unë ju, është bërë publike të paktën mbi një vit, kurse qeveritarët nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm vjedhin dhe vetëm vjedhin paratë e ilaçeve që janë për smurt. Dhe smurt mbeten në kthjetrat e smundjes, pa mjekime, pa ilaçe, në mëshirë të fatit. Treguesit e shtetit, treguesit e sistemit janë në rënje të lirë. Sot ne kemi mjek 4 herë më pak për frymë se vetë dhe Bashkimit Evropian. Sot infermier dhe mjek vetëm largohen nga Shqipëria. Ndaj dhe ne jemi këtu për të zotuar para shqiptarve se shtetësia moderne, se kujdesi shtetësor i nivelit më të mirë, se dyfishimi rrogave për infermier dhe mjek, se ekipimi me aparaturat më moderne është zotimi ynë. Pa shtetësi, pa kujdes shtetësor dinjitos, nuk ka Shqipëri madhështore. Natyrisht, Shqipëria madhështore nuk mund të ndërtohet me një shkollim, me një arsimim në të cilin dijet e nxënësve studentëve tanë bien në pikjat. Përsuan si pas testit të fundit të PISA sradjen më të madhe në botë. Jo, ne ringritin e arsimit do ta kemi përparësi të gjitha përparësive. Do të dyfishoj buxhetin për shtetësinë dhe arsimin. Mësuesin, nga mësues për partinë, do të ashtrojnë në mësues për fëmijët tanë,
në mësues për Shqipërinë. Rrogat e mësuesve do t'jenë më të larta në rajon. Nuk do ketë rrogë ndër 1.500 euro. Teknologjia e informacionit do të pajisim çdo shkollë. Kudo që të ndodhet. Nxënësit dhe studentët shqiptar do të bëhen konkurrues me moshatarët e tyre kudo në botë. Ne dham një provë, e gjetëm në fund, por bëjmë ngjitje vertikale. Dhe prap do bëjmë ngjitje vertikale. Asgjë s'ta pengon ne të ndërtojmë në Shqipëri një arsim cilësor për Shqipërinë madhështore. Miq, po të hedhish syt në Shqipëri sot, mund ta krahasosh në disa aspekte përdhimi njerëzore me një spital, në kuptimin e asaj që janë qindra mijëra pensionistë të cilët kanë shkruar të gjithë jetën e tyre, mendjen, muskuj për ndërtimin e këtij vendi dhe tani trajtohen në mënyrë njerëzore me pensione që absolutisht s'u mjaftojnë për kafshatën e gojës në një muaj. Pa lere ilaçet. Edi Rama sillet ndaj tyre me pashpirtësinë më të madhe. 8 miliardë euro buxheti. 16 milion la për 720.000 vetë. Ne kështu nuk hesim. Ne jemi vërtet konservator, por jemi konservator me zemër në dorë, me zemër të dhimbsur. Ndaj dhe kemi vendosur 100 ditë të para. Në Shqipëri përjashtohet varfëri ekstreme. Asnjë shqiptar nuk mund të jetë më në varfëri ekstreme. Çdo shqiptar, asnjë shqiptar nuk mund të firmos me pak se 200 euro në muaj. Sa janë këta, miq? Këta janë qindra mijëra. 57% e pensionistëve tanë janë me pension jo të plot. Studentët, të papunët, njerëzit në ndihmë ekonomike, jetimët, fëmijët e grave kryefamiljare. Të gjithë këta do kenë 200 euro në muaj, të gjithë këta do kenë kartë e konsumatorit, të gjithë këta do marrin energjinë me 7 lekë, të gjithë këta do kenë listën e Rubrikës italiane të rimbursuar 100% si ilaçe. Pra, a nuk shënojmë ne kështu? A nuk bëhemi ne më të njerëzishëm? A nuk bëhemi ne më të drejtë? Po se çfarë bëjmë ne në fundit? Ne kthejmë tek ju ato para që marrim nga ju. Parat janë tuaja. Nuk i merr më. Lubi Balluku për të la makinën e vet 10.000 euro në muaj. Nuk i merr Edi Rama. Merion Velin 130 milion euro për djegësit e Tiranës. Nuk shpenzohen 21 milion euro avion taksi. Nuk shpenzohen kur nuk ndërtohen rrugë me çmimin e 10 herë më të madh se në vendet për rreth. Po ato para vinë tek ju. Vinë rroga, vinë pensione, vinë kujdes shtetësor, vinë cilësi arsimi. Nuk bëjmë asgjë tjetër. Pra këto që në një farë mënyrë duken si të veçanta, jo absolutisht. Janë detyrime morale, ligjore, për çdo qeveri konservatore. Miq, a është vetëm kjo Shqipëria madhështore? Jo. Shqipëria madhështore ka një kolon tjetër të dytë,
të fuqishme. Është kolonë e cila mund ta quajmë ekonomia, ekonomia, ekonomia. Made in Albania. Ky vend, nga jugu në verin, nga lidhja në predhin, do të prodhoj të mira për qytetarët e vetë, të mira për shqiptarët. Ky vend do të prodhoj, sepse ne zotohemi sot para jush, pa çdo qytetar i shqiptar, se ne kemi besim të plot tek iniciativat e lirë, se ne kemi besim se me iniciativën e tij të lirë, me mundën djersën, ai do mund të begatoj veten, familjen, të ndërtoj tafën që meriton. Ndaj dhe ne do ta përgjysmojmë barë në rënd të taksave mbi të, dhe më shumë se përgjysmim. Isha sot, isha më fali, isha ditë me parë në një treg, gjeta aty, i ka njerëz që sakrifikonin shumë, ja u them unë ju. Kalonin 8 orë, 10 orë, në kushte shumë të vështira, me një barë fiskale absurde, arbitrare. U mirnin 1.500 lek për 1 metër në plaka trotuari, ujë me çmime stratosferike, energjia 18 lek, mbi 120.000 euro të ardhra u vendosin taksa të rënda. Pyeta kasapin si tecën. Doktor tha, vetëm ditë festash kemi ato të ardhra që kishim çdo ditë para këtyre. Një zonjë u përgjigj, sa e paguën energjinë? 18 lek, tha. 6 lek do ta kesh, i thash. Buzqeshi, ka që kemi patur gjatë qeverisë suaj. Dhe këto nuk janë favore për demokratët. Këto janë vendime për çdo shqiptar. Të majtë të djathtë pa parti cili do. Nuk do bëhet kur 6 shtrigash ndaj biznismenve dhe biznismenve gra. Jo dhe jo. Sot, një vajzë ndërur, një nënë ndërur, nënë e 2 fëmijëve, pedagoge e shkëlqyer në universitet, e kthyer nga jashtë për të ndërtuar ëndrrën në Shqipëri, patriote, adhetare. Me njofton, është kandidate për deputet dhe kjo është Fatmira Kola. Me njofton, se Ministri Urrejtja, Edi Rama, mizogeni, i ka mbyllur biznesin, portalin e saj, me 72.000 abonent. Pas një paralajmërim, i ka dërguar furgonat e policisë tek bënte fushat, i tmerruar, i them këtij burreci 2 metra gjatë, po përpitesh kot, se i ke javë të fundit, dhe do japish hesap për çdo akt të tillë. U them socialistëve, se ne kur nuk do sillemi ndaj bizneseve të tyre në këtë mënyrë. Jo dhe jo. Garantoj administratën që e braktisi sot, se Partia Demokratike, koalicioni, e vlerëson shumë aktin tuaj, dhe u konsideron ju pasuri kombëtare,
Se cilin për jush që zbatoni ligjin, që u shërbeni qytetarëve, refuzoni patronazhistin, aktivistin, këta terrorist elektoral, të cilët vjedhin së bashku me zyrtarët e lartë, shqiptarët dhe mbrojnë pasuritë e tyre. Shqipëria madhështore nuk mund tjetë kur pa një fermë madhështore. Fermerë shqiptarë u vendosën në kushtet më të pabarabarta, sepse argati Vučićit firmosi Ballkanin e hapur dhe hapi dyert e Shqipërisë për prodhimet me të cilat kalbin fush prodhimet e shqiptarëve. Merr fund. Subvencion për çdo fidan, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. Mbrojtje sezonale për prodhimet e fermerëve shqiptarë. Kredi, duke paguar qeveria interesin për fermerët. Mbrojtje dhe subvencionim për të gjitha damet dhe fatkeqësitë natyrore. Një fermë e fuqishme është një fermë prodhuese. Vetëm në këtë mënyrë do ndërtojmë Shqipërinë madhështore. Miq, Shqipëria madhështore ka një kolon tjetër, pasurinë në shtëpisë. Kushti të gjitha kushteve. Zero tolerancë ndaj korrupsionit. Është korrupsioni ai që po varfron dhe mjeron çdo ditë shqiptar dhe zhyt në luks të papërmbajtur qeveritarët. Është korrupsioni ai që lën të smurt pajlaçe në mshirë të fatit. Është korrupsioni ai që detyron trit tanë të largohen nga Shqipëria. Është korrupsioni ai që zhyt qindra mijëra familje shqiptare në vetmi dhe në pasiguri, sepse nuk kanë më fëmijët në gjirë e familjes tyre. Zero tolerancë, transparencë maksimale në çdo akt, në çdo qindar. Dhe u garantoj se korrupsioni do shpallet vepër penale e rëndë. Bajrët, telët, ponat dhe kjo racë kriminelsh zbashku me ministrat e vetë, kudo që të ndodhem, në Shqipëri, në Dubai, në çdo vend të botës, do vendosen para ligjit. Çdo mund guxoj kush të kërcënoj shqiptarin për votë. Do nxirren nga parlamenti të gjithë tyrbet e tyre. Politika do ndahet një herë për gjithmonë nga krimi. Pluralizmi do t'jetë kryefjala jonë. Media të lira, liri politike, janë standarde jetike për integrim në Shqipërisë në Europë. Miq, Shqipëria madhështore do mund të jetë vetëm atëherë kur ne ta shtrojmë këtë vend në një epicentër të fuqishëm të teknologjisë më të lartë, të data qendrave, inteligjencë artificiale, internetit 3, blockchain dhe kriptomonedhave. A nuk ishim ne të cilët e sollëm Shqipërinë në epokën e internetit, kur ajo ishte me penetrimin më të ulët të internetit në botë? Estonia do të jetë shembulli dhe frymëzimi i Shqipërisë. Ndaj dhe
I garantoj këta të ri se ëndrat e tyre digitale, se ëndrat e tyre të Shqipërisë teknologjisë lartë do t'jenë realitet dhe do jenë këta që do i prin tatmes, do i prin ekonomisë, do i prin zhvillimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ky pra është projekti. Kemi 29 ditë në dispozicion. Sot kërkohet nga secili prej nesh me këtë projekt në dorë, por jo si politikan. Jo, me këtë projekt në dorë si misionar, të trokasim në çdo derë, në çdo zemër, tek çdo qytetar. Tulemi, t'i shpjegojmë, ta binim, se s'është projekt për pushtetin e Sali Berishës. Nuk është projekt për karrige, është projekt për çdo qytetar, është projekt për Shqipërinë, është projekt për të ardhmen, është projekt për shpresën, është projekt për rinin. Rrof Shqipëria! Fitore, fitore, fitore!